Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen në ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Familjar, bashkëluftëtar, zyrtar kanë qëndruar dje në fshatin Shqipon për të nderuar dëshmorët të kësaj ane. Fillimisht u bën humazh nderimin në kompleksin memorial të dëshmorëve, e pastaj u mbajt edhe tubimi përkujtimor në 26 vjetorin e çlirimit të fshatit. Familjar të dëshmorëve bashkëluftëtar, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, zyrtar komunal, përfaqësues të familjes jashtare të subjekteve politike, kanë qëndruar sot në fshatin Shqipon. Aty u shënuar 26 vjetori i çlirimit të Shqiponjës. Dita ka nisur me humazh nderimin në kompleksin memorial të dëshmorëve në shënim të rënëve për lirinë e vendit. Pastaj është mbajtur edhe tubimi përkujtimor ku folësit sollen në rikujtesë luftën e lavdishme të Shqiponjës dhe kontributin e të gjithë atyre që sakrifikuan jetën. Bekim Jeshari tha se lufta e Shqiponjës është një dëshmi e fortë se vetëm të bashkuar përmbushim idealet tona. Kjo tokë e vitur me gjakun e dëshmorëve, flet me zërin e të rënëve për luftën tonë të drejtë, për vendosmërinë e popullit tonë dhe për dinjitetin e pathyeshëm të atyre që u fliriuan për ta çliruar Kosovën tonë. Ndërsa Lah Ibrahimaj tha se sot po shënojmë një përvjetor historik të bazës së parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot me krenari kujtojmë luftën tonë të lavdishme në emblemin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila me gjakun e beve dhe bija më të mirë të këtij populli shtroi faqet më të ndritshme të historisë sonë kombëtare. Ne sot deri në përulje i kujtojmë këta heroj. I pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini, i cili tha se dëshira për të kujtuar historinë e luftës po shtohet gjithnjë më shumë. Dëshira jonë për me i kujtu të rënd, vullneti ynë për me kujtu historinë tonë edhe për me i gjetë rrojt tonë atë kësaj lirie, vetëm sa po shkon e po shtohet. 25 vite, mas paku, 26 vite ne e kujtojmë një ngjarje të jashtëzakonshme të luftës sonë, por kur sot i shoh gjithë trit, fëmijët, gratë, burrat, e shoh që krenaria jonë po shtohet. Nuk po zbehet, edhe ky shtim i kësaj krenarie është garancë se pavarësisht rënjeve e ngritjeve, pavarësisht problemeve që i ka vendi jonë sot, ky vend ka më u bë edhe më i mirë. Ndërkaq kryetari i BDI-s Ali Ahmeti tha se Jabllanica dikushme, Glloxhani e Prekazi ishin 3 pikat më të forta të UÇK-s. Jabllanica atëhershme dhe Shqipoja e sotshme. Glloxhani e Prekazi ishin 3 pikat më të forta të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga ku gjaku i familjes jasharëve, vetë që hodhi në veprim, djemt e vajzat e Kosovës për një kryengritje e luftë të përgjithshme deri në çlirim. Era Musharadinaj tha se sa herë bashkohemi vetëm kështu ndjejmë thellë kontributin e gjithë të rënëve në Shqiponjën e Xhetiu. Jemi organizuar në 2 grupe. Një grup ka ardhur pikë Krahu, dhe afër shtëpive Basasos, Basasan, dajve tjerë, Baskanit, të trejet. Aty kam edhe një shtëpi të vogël që dikur u ndoqë më mirë në botë. Edhe një grup e ka pas për detyrë në orën e njëjtë, në kohën e njëjtë, pe kodrës përballë, se vija gjujqe u llogarit ka të rreth 800 metrë. E ne kishim mundësi me gjujt për atje pa u rreziku. Edhe fuqia e zjarrit që më rrike këtu ishte më e madhe. E kemi caktuar orën si çdo gjë që bëhet mirë, edhe unë ku marr në kohë me një ekip këtu, dhe bashkëftarët e mi ka qenë edhe e të Çeku, besoni ose jo. Pra i kam marrë disa që ishin aty, se disa të tjerë që kishin përvojën shumë betejë, i kam dërgu për me bo harkun. Këtohet gjithë tjerë gjallë të që jenë dera hirë, gjithë s'ka dilem. Këtë përvjetor të 26 me radhë, Lazar Hajdaraj, familjare përkujton si ditë pikëllimi e krenarie. E përkujtojmë një ditë si pikëllim, por njëtën kohë ditë krenarie.
që na përkujton trimimin e të gjithë atyre që janë për këtë tokë, për këtë atë. Që ne jemi sot të lirë, të festojmë dhe të gëzojmë të lirë e të mvanvarur. Në ndërim të përvjetorit të 26, në fshatin Shqipojnë sot u ndëruan 43 heronjat dhe dëshmorët të kësaj zone e njohur si vatra më rëndësishme e rezistencës dhe luftës për liri. Kuvendi i Kosovës as për të 17 herë nuk është konstituar. Partia fituese kërkoi që bazuar në rezultatet e deritarishme të takohen një herë në javë, prandaj mbetet të shihet nëse propozimi do të vendoset, seanca radhës është thirrur për nesër paradite. Për herë të 17, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të konstituohet, ndonse zgjedhjet parlamentare janë mbajtur më 9 shkurt. Nga kryesuesi Avni Dehari u kërkua që të zhvillohen konsultime me përfaqësuesit e partive politike. Të pranishëm në seancë ishin 99 deputet, nga 120 gjithsej, por megjithatë procesi vijë i njëjtë si herët e kaluara. Dehari edhe këtë herë bëri thirrje që partitë politike të emërojnë nga një përfaqësues për të ndihmuar në organizimin e votimit të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por PDK, LDK, AAK dhe lista serbe e refuzuan këtë kërkesë. Për këtë seancë u ndërprej nga Dehari dhe u caktua të vazhdojë më 19 maj në ora 10:30. Pas përfundimit të mbledhjes Memli Krasniqi nga PDK dhe deputetja LDK-s Hykmete Bajrami, deklaruan se LVV kishte propozuar që seancat e ardhshme të mos mbahen çdo 48 orë, siç parashikon rregulloria e kuvendit, por të zhvillohen një herë në javë. Sipas Mimoza Kusari Lilës nga LVV, ky propozim u bë pasi ritmi aktual i mbajtjes së seancave nuk po sjell ndonjë rezultat. 48 orëshi, i cili tashmë brenda këtij muaji në vazhdimsi po përsëritet, po shihet se nuk po jep ose nuk e ka atë rezultat, përderisa partitë deri tashme të opozitës nuk e kanë asnjë reflektim në raport me përgjegjësinë e tyre për zhbllokimin e punës së kuvendit. Edhe këtu sot dëgjuam deklarata në të cilën e para u akuzuam edhe një herë për shkelje, përkundrejt se a ishte një propozim me dakordim i cili nuk u mbështet dhe nuk u realizua. Rjedhimisht nuk ka asgjë që mund të quhet ose të deklarohet si shkelje, përveç se një përpjekje për të kthy paksa në një orar tjetër këto takime, dhe e dyta që asnjë nga 3 partitë, të paktën ato që deklarohen, nuk e ka një qëndrim të njëjtë mbi mbarvajtjen e procesit në seancën konstituive. Votimi i mandateve dhe betimi i deputetëve me 19 prill ishte lëvizja fundit në kuvend, dhe që nga ajo datë deputetët nuk kanë arritur të zgjedhin kryeparlamentarin, duke mbetur në të njëjtën pikë bllokimi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani të njëjtën organizoi një takim me liderët e partive, pas së cilës deklaroi se nuk u arrit ndonjë marrëveshje për konstituimin e kuvendit, por theksoi se vërejhej një vullnet minimal për kompromis. Kujtojmë se LVV kishte propozuar fillimisht Albulena Haxhiun për postin e kryeparlamentares, por ajo nuk arriti të sigurojë 61 votat e nevojshme në asnjërin nga 6 votimet. Tutje më 1 maj Avni Dehari propozoi që procesi të kalojë në votim të fshehtë. Ky propozim është sfiduar në gjykatën kushtetuese nga partitë opozitare, të cilat argumentojnë se një veprim i tillë bie ndesh me kushtetutën, duke kërkuar që gjykata të marrë masë të përkohshme për të pezulluar mbajtjen e seancave deri në marrjen e një vendimi. Sipas kushtetutës dhe praktikës parlamentare, partia fituese e zgjedhjeve ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryeparlamentar. LVV ka bërë të qartë se nuk do të tërheqë kandidaturën e Haxhiut, duke insistuar se ajo është e vetmja zgjedhje. Konstituimi i kuvendit kërkon zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetarëve. Vetëm pas kësaj faze mund të formohet qeveria e re, e cila gjithashtu kërkon mbështetjen e të paktën 61 deputetëve. Një zjarr i shkaktuar në njësore të një objekti banësor në Gjakov ka lënë pa energji elektrike 45 njësi banësore. Pavarësisht ankesave të banorëve për të sanuar sa më shpejt këtë problem, nga Keci thonë se presin raportin nga ekspertët e terrenit. Sot është dita e tretë që kur ky objekt banësor ka mbetur pa energji elektrike, shkak është bërë një zjarr që ka kapluar njësorët elektrik të martën, kështu ka treguar edhe një nga banorët. Të martën në ora 10, janë ndjek 6 orë të rrymës në katin e tretë. Edhe prej asaj dite kur s'ka ndërmarrë kur gjë.
as me qufar eksperti, as kur që. Na parrym, nuk më jetu 45 familje jemi këtu. Kemi të smut, kemi të paralizum, edhe që janë mosh ma 3, po kanë nevoj për rrym. Heq kërkusha se kanë dërmend, Keku ka thonë vetëm orë t'i bimna, këto punën privatisht keni mi kry dikush tjetër, kush vjen. Jo, nuk po mujmë ja dollë. Qysh po mujmë po gjendem? Sënë që gjana ato shimore që kemi pas në përfriza gjysën i kemi gjujtë. Se jënë shkri që 3 ditë, jemi parrim. Mungesa e energjisë elektrike po shkakton probleme dhe një familjes, e cila ka edhe një të sëmur në banesë. Ky që 3 ditë jena parrim, ky ka nevoj për ujë, ka nevoj për pastrim, ka nevoj për të nasenet elementare. Nën jena para pagus të regullt, rrymën e pagume, as një cent se kina të papagume, krejti kina të pagume me regull. Kursi, ashtë i smuti, unë në shtet nuk e paguj në privat, po paguj në shtet. E shteti duhet me ardhë me marrë masa, me kontrolu që 3 ditë, kjo është katastrofë për ne. Terë, pri 64 me raun e poshtë, e mja marrë ti në senet që kam nevoj, e mja pronë vrap me lanë ratë, e me ardhë vrap e me këshyrë. Ndërkaq nga KEDS kanë bërë të ditur se KEDS është në gjeni lidhur me zjarrin e shkaktuar në njësoret elektrik në lagjin në Fjalën e Gjakov. Ekipi ekspertëve nga Komisioni i Përkatësisë së KEDS do të bëjë vlerësimin e gjendjes dhe do të përpilojë një raport lidhur me të. Banorët e ndërtesës duhet të bëjnë ndërrimin e ormanit dhe kabllëve të dëmtuara, respektivisht rregullimin dhe eliminimin e dëmeve deri te njësoret elektrik përmes një kompanie të autorizuar. Por se të përfunduan këto punime, KEDS do të bëjë më njëherë furnizimin me energji elektrike dhe vendosjen e njësorëve të rinj. E përderisa kjo do të ndodhë, banorët do të mbesin pa energji elektrike. Pas disa dështimeve të një pasnjëshme, më në fund është finalizuar zgjedhja e inspektorëve të arsimit në Gjakov. 6 inspektorë të rinj, pasi janë rekrutuar në të gjitha fazat e konkursit, kanë filluar punën në sektorin e inspektimit të arsimit në Gjakov. Konkursi për rekrutimin e 33 inspektorëve të arsimit, i shpallur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, pas 3 dështimesh, është drejt finalizimit në të gjitha qendrat e Kosovës. Në komunën e Gjakovës, ky proces është përmbyllur me sukses më 12 maj 2025. Në Inspektoriatin e Arsimit në Gjakov, zyrtarisht nga kjo e hënë, kanë filluar punën 6 inspektor, të cilët janë rekrutuar në të gjitha fazat. Lajmin e ka konfirmuar inspektori Ndrec Përleshi, duke theksuar se ky zhvillim ka një rëndësi të jashtëzakonshme për rajonin, pasi për vite me radhë inspektoriati kishte funksionuar me mungesë stafi. Normal, sepse rëndësia shumë e madhe që me vitet tona nuk ishte i kompletuar stafi inspektoratit dhe para saj presin dihet që sektori inspektoratit arsimit në Gjakov përfshin jo vetëm në komunën e Gjakovës, po dhe Rahovecin e Malishev. Dhe ka mbi 122 institucione. Sipas Përleshit, në të ardhmen pritet që detyrat të ndahen në mënyrë më të specializuar, duke krijuar ndarje mes inspektimeve administrative dhe atyre pedagogjike. Për momentin nuk janë të ndarë të gjitha punët, edhe administrative edhe pedagogjike do t'i kryejnë inspektorët, por në të ardhmen pritet që të ndahen në administrativ dhe pedagogjik. Që në ditën e parë të punës, inspektorët e rinj kanë nisur me verifikimin e dokumentacioneve dhe jo vetëm, ka shtuar Përleshi. Puna parë vetëm që sot kanë filluar më njëherë në verifikimin e disa dokumentacioneve që kemi pas, që na kanë ardhur nga ambasadat, dhe kuptohet që jemi duke i ndarë dhe punë tjera që lidhen me verifikim të performancës së mësimdhënësve. 6 inspektorët e rinj në sektorin e inspektimit në Gjakov janë Ndrec Përleshi, Majlind Ferdulli, Majlinda Doli, Anila Luzha, Agran Halili dhe Krieger Ramaja. Aksioni për kontrollimin e ngacësve të pakujdesshëm të motocikletave po vazhdon në Gjakov. Vetëm për pak ditë është bërë konfiskimi 120 motocikletave ku ngacësit kryesisht ishin të mitur. Njësia rajonale e komunikacionit rrugor në Gjakov është duke zbatuar planin operativ me qëllim ngritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor.
Albin Saaqia, komandanti i trafikut rrugor në drejtorinë renale në Gjakov, tha se kemi krijuar një task force e cila do të jetë aktive gjatë gjithë sezonës, me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe mbarvajtjes në komunikacionin rrugor. Ne kemi filluar një plan operativ, e kemi krijuar një task force e cila do të vazhdojnë gjatë gjithë sezonës verore, me qëllim të vetëdijsimit të preventives në sigurinë rrugore, sidomos në kundërvajtjet që i konsiderojmë më të rrezikshme. Saaqia tha se është bërë edhe një plan i cili quhet motocikleta, që ka për qëllim ndalimin e ngasësve të këtyre mjeteve, të cilët shumë shpesh shkaktojnë kundërvajtjen gjatë ngasjes me shpejtësi të madhe. Kemi filluar planin operativ motocikleta, ku si qëllim është vetëdijsimi i gjithë dhe pjesëmarrësve në trafikun rrugor, është shqetësuese fakti se në rrugë kemi motocikleta të paregjistruara, të padoganuara, kemi drejtues të motocikletave pa patent shofer, pa helmet dhe shka është ma e rëndë që edhe bëjnë vozitje të rrezikshme. Puna jonë është që ata drejtues mi vetëdijsu, t'i marrin masat edhe preventive edhe në të shkuese ndaj tyre. Kapiteni Saaqia gjithashtu tha se rezultatet e para të aksionit vetëm janë vërejtur, nga se janë konfiskuar 120 motocikleta, ku ngasësit e tyre kryesisht kanë qenë të mitur. Në planin operativ që kemi implementuar, ku janë konfiskuar 120 motocikleta, ka shumë fëmijë, do të thonë një përqindje shumë e madhe e fëmijëve të cilët dalin në rrugë të moshës 13, moshës 14, moshës 15 vjeçare. Andaj që ne i japim edhe një mesazh edhe prindërve të atyre fëmijëve që të jenë të kujdesshëm, ta ngrisin vetdijen edhe prindërit, për shkak se blerja e motocikletës apo nëse prindi është në dijeni që fëmija i tij ka dalë me motocikletë në rrugë në atë moshë, atëherë ekziston rreziku shumë i madh që të përfundojmë me aksidente dhe me lëndime të rënda apo me pasoja fatale. Aksioni me task force-ën për ndalimin e ngasësve të pakujdesshëm dhe konfiskimin e motocikletave do të vazhdojë gjatë gjithë kohës, tha kapiten Saaqia. Bizneset vazhdojnë të shprehin shqetësimin e tyre për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Njëri prej tyre thotë se qëndrueshmëria e biznesit do të rrezikohet nëse vendimi nuk anulohet. Një alarm serioz është ngritur nga komuniteti i biznesit dhe organizatat ekonomike në vend. Vendimi për rritjen e tarifave të çmimit të energjisë elektrike po konsiderohet si problem shqetësues për komunitetin e biznesor. Ata duan që ky vendim të anulohet, në tërkundërtën do të prodhojnë shumë probleme tjera të qëndrueshmërisë së bizneseve, qofshin të vogla apo të mëdha. Blerand Bobi thotë se rritja e çmimit të energjisë elektrike është e papërballueshme për ne. Na si punëtori pe kena pa problem këtë shërtim të rrymes, sepse këtu edhe në fshat edhe nuk pe ka energji të mirë, pe ka ndërprerje zakonisht. Shpesh nuk kemi rryme ka 2 ditë, 1 ditë, po si do qoftë do të më këshirë me ja dalë dyqysh. Bobi shtoi se është e rëndë t'ja dalim me këtë vendim. Shumë e rëndë për neve si fabrik, sepse po mundom me ja dalë me energji të vjetë sa kena pas, por tash që rrit, pe kena pak më problem, po s'pe kena shumë bo. Shpenzimi është i madh për shkak të makinerive dhe kostoja e shpenzimit rritet shumë, shtoi Bobi. Po, normal që shpenzojmë shumë sepse kena makinat të mëdha, o fjale për fabrik milion që po si do që më konë rrymen që kena të mirë për shembull, okej, halal, po edhe rryma e dobta dhe shtrajtia e madhe problem për kena. Ndërsa sot, gjykata themelore e Prishtinës ka refuzuar padinda e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për vendimin për shtrejtimin të energjisë elektrike e dorëzuar me 2 maj 2025 nga grupi asnjë cent më shumë. 10.000 euro nga kursimet e tij i ka dhuruar Adem Hulaj për bamirësi. Në bashkëpunim me shoqatën Bereqeti, paratë e dhuruara do të shërbejnë për sigurimin e një banese të një familje nevojtare 7 antarëshe. Për familjen 7 antarëshe nga fshati Gërgos, e cila jeton në kushte të mjerueshme, Adem Hulaj nga fshati Prilep i Deçanit ka kontribuar me 10.000 euro bamirësi. Në një prononcim për të vështirën, ai tha se duke parë gjendjen e vështirë të kësaj familje ka vendosur të dhurojë këtë vlerë të parave. Tu i pa kushtet e tyne, rrethonat e tyne vajza që kanë hupë dhe thrit për vllahun e vetë.
Edhe ata fëmijë që këmetën jetima, aty shpreha dëshirën, për me dhonë që në ndihmë vogël sa ku pas mundësi. Bamirsi Hulaj tha se fillimisht kishte vendosur për të shkuar në haqë, por pastaj ka ndryshuar mendja dhe ka ndihmuar familjen nevojtare. Me thonë drejtë, unë më konë në haqë përpara, edhe kom pas vendosë edhe herë më shku. Edhe të i pak të kushtet, thash, ma haqë është këllena, se unë atë obligimin e para kom kry. Edhe të një mojtë një jetima, edhe të i qesim pak në dritë, edhe me se thmija janë shumë tafë për shkollë, po kushtet e bujnë ato të veten. Shoqata Bereqeti ko më parë kishte apeluar që kjo familje të ndihmohet, prandaj edhe ndihma dhëruar nga Bamirsi Hulaj është shumë e rëndësishme. Kemi filluar iniciativën për një banesë, në cilën që banesave të më është bërë një kontratë e thjeshtë fillimisht, që ka 92 metra katror të mobiluar në qytetin e Gjakovës, në katën e 5, ka lift, ka gjithat. Aisha ka qenë diçka interesante dhe gëzim për mu dhe stafin tim, se sot për herë parë ka ardhur dikush me shumë kaq të madhe. Bejtullah thotë se është siguruar edhe apartmenti për familje nevojtare, por duhet mbledhur edhe disa fonde tjera. 5.000 kemi nga Kuvendi Komunal, 5.000 kemi nga disa shokë tonë, 5.000 nga Skijone e kanë përmëtuar dhe transportare komunës, dhe mbesim është shpresë një shumë për 25.000 të mobiluam së bashku nga vendi diaspora, ma dhe vërtetën shumë rejtor në kurte të tepër ekstreme, po mendojmë që kur banë brenda mujtë të sigurojmë edhe të një ekstrem të tillë. Vullnet mirët e shoqatës Bereqeti janë të shumt e gjithsesi dhe numri familjeve nevojtare është i vazhdueshëm, prandaj vazhdimisht bëhet apel për ndihmë që të sigurohen sa më shumë fonde tjera për të mirat materiale për nevojtarët. Që hoqë këtë shërbimin tanë, është në Bereqeti, Kjo javë ka shënuar edhe përfundimin e mësimit të maturantëve për vitin shkollor 2024-2025, pas 3 viteve të shkollimit të mesëm të lartë. Ata tashmë i pret angazhimin në përgatitje për testin e maturës shtetërore dhe mbrëmjet e maturës. Sot ishte dita e fundit e mësimit për maturantët e komunës së Gjakovës. Pas 3 viteve të mbushura me sfida, suksese e emocione, ata i dhanë fund rrugtimit të tyre në shkollimin e mesëm të lartë. Të mbledhur në hapësirat e shkollës, sot duke një ditë e veçantë për gjimnazistët e Gjakovës. Shkolla mesme ka qenë një prej kujtimeve më të mira. Këto 3 vjet I kemi kalu në mënyrën më të mirë të mundshme. Diçka që mundemi me kujtu është ekskursioni në Shqipni. Jemi kënaq edhe do t'i kujtojmë gjithmonë me madh. Nga këto 3 vite do t'na mungoj shoqënia, profesorat edhe gjithë shkolla. Atmosfera shkollës, shoqëria, kujdesi I profesorëve dhe mbështetja që kanë marrë përgjatë këtij rrugtimi janë pjesë e formimit të tyre si individ. Sot jemi mbledhur për mi festu një periudhë jetës tonë, qatë sa po mërzitem, qatë edhe po gëzohem, për shkak që koni rrugtim për një më I mirë. Jena mbledhur për mi festu fundin e një periudhës edhe fillimin e një rrugë universitare të re. Juroj sukses e kretëve që ku mujtë na ka japë mundësia mi po, edhe normal do të mi falendur gjithmonë stafin e shkollës që na kanë japë një eksperiencë mrekullueshme, edhe juroj sukses e cilit për neve. Ndërkohë të gjithë nxënësit janë mirënjohës ndaj stafit të shkollës për përkushtimin dhe përkrahjen që kanë treguar ndër vite. Unë kam kalu 3 vite në shkollën gjimnaze Hajdardushi, kam kalu shumë mirë. Një ndër momenteve më të mira o konë kërë me ku në ekskursion. Na ka prish pak që na ka bo fillim të vitit, po më ka pëlqyer shumë. Edhe si atmosfera që ka shini është shumë mirë dhe mu pëlqen kjo shkollë dhe kam mungu shumë. Po kaq të lumtur sot ishin edhe maturantët e shkollave tjera. Të gjithë bashkë ditëve në vazhdim do të bën gati për të festuar në mbrëmjet e maturës, ndërsa me 21 qershor do t'i nënshtrohen testit të maturës. Atleti me aftësi të kufizuara Florian Zeka ka arritur të bëjë historinë në garën e vrapimit malor për 10 kilometrash brenda një konkurrence shumë të fortë. Vet Floriani thotë se është angazhuar shumë që të renditet sa më lart në këtë garë.
Florian Zeka nga Gjakova është bërë personi i parë i verbër në Ballkan që ka përfunduar me sukses një gar vrapimi malor prej 10 kilometrash, duke hyrë kështu në histori jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë rajonin. E këtë sukses vetë Floriani e konsideron se erdhi pas shumë vështirësish në përgatitje. Unë jam pozicionu në vendin e 135, edhe pse synimi nuk ka qenë me konkurru me garus e tjerë, synimi ka qenë vetëm me marrë pjesë dhe me përfundu në mënyrë të suksesshme. Me sa më kujtohet, diku rreth 1 orë 45 minuta apo 1 orë 50 minuta ku arrit me përfundu gjithë 10 kilometrashin. Edhe ka qenë shtegu shumë i vështirë. Ky rezultat nuk është vetëm një arritje personale për Florianin, por edhe një kontribut i rëndësishëm për përfaqësimin e Kosovës. Kjo më bën shumë të lumtur për faktin që kjo ndikon pozitivisht edhe në imazhin e Kosovës si shtet. Përveç asaj anës time personale, që jam edhe i parë dhe që e kam pru atletiken për të vepër e i parë në Kosovë. Floriani shpreson që ky hap historik të shërbejë një thirrje për institucionet që të ofrojnë më shumë mbështetje për sportistët me aftësi të kufizuara. Vendet në zhvillim, atletët e verbër kanë edhe trajnerin e tyre personal, i cili paguhet nga shteti, nga ato skenat e tyre, po tek ne mungon ajo arritje, edhe uroj që ky vrapim që të kontriboj edhe në institucionet që t'janë më përgjithshëm. Mos paragjykoni atë që nuk e njihni, aftësia nuk matet me shikim, por me shpirt dhe guxim, tha mes tjerash atleti Zeka. Ndoqen për mbledhjen prej disa ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.